nga platforma Liria ka emër. Zoti Tasholli, mirë se erdhët. Mirë, Përveç vendosjes së orës së pritjes, cilat janë aktivitetet e tjera që do të organizohen para kësaj date? Po, ora e pritjes ka nisë në Prishtinë, po do të provohet të konkretizohet në të gjitha komunat e Kosovës, sepse e njëjta do të ndodhë edhe në komuna tjera. Kjo është ajo që e kem parapaqur në fillim të aktivitetit. Kjo që është për qytet, do të jetë e njëjta në të gjitha komunat? Po, e njëjta do të jetë në Prizren, në Skenderaj, në Pej, në Lipja, në të gjitha komunat, sepse mendojmë që pasqyron një simbolik shumë të rëndësishme. Ajo tjetra në 7 zonat, janë 7 zonat ku ka qenë UÇK-ja, do t'jenë vizita të Liria ka emën bashkëbisedim me ta, i kem emnu si netët e liris, ku rreth një zjarri me gjithata ushtarë, me gjithata njerë që kanë dhënë sakrificën shumë të madhe për lirinë e Kosovës, do të revokojmë kujtime, do të ndërtojmë paka shumë atë motivin fillestar që ishte, atë që e bëri që liria së tjetë edhe përjetueshme në mesin tonë në Kosovë. Do të po jo vetëm këto, mandej do të ketë edhe aktivitetet të tjera të organizume, sepse Liria ka emën tash është marshi i tretë që po provon të organizoj, dhe 2 marshet e para kanë qenë shumë suksesshme në përqimin e mesazhit përmes hapësirave publike, paka shumë do të jenë aktivitete të mbushura deri me 12 shtator ku është thirrë marshi i lirisë në motën Kosova Ret, dhe me 16 e kem po të njëjtin në Hagë me diasporën. Faktikisht organizimi gjithmonë dën pak disiplinë dhe dën ndoshta edhe përkrajet shumë faktorëve tjerë, sepse ne jemi vetëm një platformë vullnetare që kem thënë, po gatishmëria për ndihmë shumë e madhe, madje edhe kreativiteti ynë në bashkëpunim me të tjerët, sa merr formë çdo ditë. Aktivitetet do të ketë që nga e hana pothuajse çdo ditë, ndoshta do të ketë edhe 3-4 aktivitete gjatë ditës, po ashtu kem menduar që të organizojmë disa konferenca të vogla kështu, ditore, ku do të flasim edhe për rëndësinë e lirisë, sepse kanë krijohet përshtypja që na mungon në lidhja e fijeve të rrugtimit tonë, që ka qenë rrugtim gjenerata, që ka qenë rrugtim shekullor, dhe ku secila gjenerate e ka dhënë mundin e saj, madje edhe gjakun e saj, dhe sot duhet të rikapitulojmë të gjithë rrugtimin tonë, që nuk ka qenë i lehtë dhe që është konkretizuar me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, që shpesh herë kam përsërit që është projekti që na bashkon, është projekti më i rëndësishëm në shumë shekuj ndërshqiptar. Tashmë shqiptarët e kanë dëshmuar që janë bashkë për këtë projekt, kanë qenë dhe do të jenë bashkë. A na thuaj, cili do të jetë mesazhi kryesor i marshit lirisë me 12 shtator? Po, mesazhi kryesor është Kosova po pret, sepse e kem përsërit edhe në konferenca, mas 16 shtatorit Kosova nuk do të jetë e njëjtë, çfarë do verdikti qoftë ai, sepse do të ndryshojë edhe paradigma politike, por e rëndësishme është që kosovarët e kanë shpresën që drejtësia do të triumfojë, është edhe qëllimi që të kemi drejtësi, që të kemi një interpretim të saktë të historisë tonë, të lirisë tonë, dhe këto t'i mbrojmë me dinjitet. Mos të harrojmë një shoqëni që nuk është e gatshme ta mbrojë rrugtimin e vet për liri, madje është brenda vështirësive të polarizimeve të panevojshme që nuk mund të ndërtojnë një kohezion përmes kontinuitetit të interpretimeve dhe tregimeve, sa do ndryshe që dokën ato, po e kanë një pikë qëllim, dhe pikë qëllimi jonë është që UÇK-ja të lirohet nga gjykata speciale, UÇK-ja të vijë në Kosovë atë ku ka nisë rrugtimin e saj dhe të mbetet si pjesa më e rëndësishme e dinjitetit dhe krenarisë tonë kombëtare. Ajo që është e rëndësishme me 16 shtator, ose do të gëzohet Serbia dhe Vučići, ose do të jetë një ditë e mirë për shqiptarët kudo që janë. Me siguri ju keni filluar dhe aktivitetet e tjera me organizatat e dala nga lufta për organizimin e marshit lirisë me 12 shtator.
cila është gatishmëria për t'ju ndihmuar që t'jetë një marsh sa më dinjitos, sa më pjesëmarrje më të madhe qytetarëve? Gatishmëria gjithmonë ka qenë shumë e madhe. Prej shoqata dalën nga luftrat të gjithë, ata janë pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, janë, nëse mund të themi kështu kushtimisht, komuniteti më meritor i rrugtimit tonë, dhe ata e kanë kuptuar që në fillim nuk kanë pas nevojë që gjatë tyre 6 viteve që shikojnë shkeljet e një pasnjëshme të asaj gjykate, ata që në fillim e kanë pa që është e marume mrapsht, edhe i kemi edhe shoqatat e të burgosunëve që gjithmonë kanë qenë pranë neve, mos të harrojmë se pak a shumë nëse rikthejmë metaforën e të burgosurve politik, edhe ata atje janë të burgosun politik, sepse ne konsiderojmë që drejtësia është lëndu, është keq interpretu, edhe ndoshta edhe është vegëlzu. Prandaj edhe qëllimi i këtij marshi për liri është qëllimi që të dalë drejtësia ashtu siç është, ashtu siç ka nis me njetin e tyre ata djem e gra për me luftu për këtë vend, dhe është pjesë, po e përsëris edhe një shumë krenare e kësaj shoqënie, me të cilën duhet të krenohemi, po edhe të arrujmë, të mirëmbajmë. Unë shpesh e përdori metaforën e zbukurimit, kuptimin e mirëmbajtjes saj, edhe me lënë atje ku e ka vendin më të lartë në historinë tonë kombëtare, për te këtyne dallimeve të marra të përditshmërisë, sepse nuk i ka hije t'i ngjesim bashkë. Dua dhe një pyetje për fund. Na flisni pak edhe për marshin e Hagxhit të mbahet me 16. Çfarë keni para pa atje? Po, jemi në diskutim e sipër, se tash jemi organizim brenda njerëzve të diasporës, por gjithsesi, edhe pse është kohë e ngushtë, me 12-in kur përfundon marshi këtu, do të mundohemi që ta konkretizojmë ato pak ditë që na kanë mbetë edhe me 16-in atje. Kem shumë ide të llojit organizimit, të përformimeve të caktuara, të grumbullimit aty, jo të parku, jo të parkingu, po gjithsesi që do të jem kontakt edhe me autoritetet zyrtare atje, sepse na duhet edhe leja formale për të qenë pjesë e asaj, po diaspora është pjesa më e zëshme e mbështetjes së ushtarëve të UÇK-s që ndodhen atje, ose më mirë me thënë tërë UÇK-ja ndodhet në burg atje, dhe janë shumë të gatshëm dhe me nxispresin. Mandej ne si platformë jemi të hapur, sepse bashkëpunojmë me secilin që ka një ide të hajrit, një ide të mirë, një ide kreative, por një ide edhe për projektin cilin ne mundohemi ta shpalosim. Këto detaje do t'i komunikojmë në vazhdimsi përmes platformave, rrjeteve sociale dhe televizionit tuaj po ashtu, dhe do të konkretizojmë të dy marshet për liri, njëri këtu në Prishtinë dhe tjetri me 16 në Bruksel, me shpresën më të madhe që ora e bardhë do të nisë për Kosovën mas 16 shtatorit. Ju falenderoj për kohën dhe intervistën. Faleminderit dhe juve.